Welcome to a land where Shqipëria mirëpriti për herë të parë konferencën vjetore të Organizatës Botërore Mbikëqyrëse të Sigurimeve që zhvillohet për herë të parë në vendet e rajonit. Në ceremoninë hapse, kryeministri Rama foli për rreziqet moderne dhe nevojën urgjente për bashkëpunim ndërkombëtar në fushën e sigurimeve. Ndryshimi i klimës, kërcënimet kibernetike dhe luhatit e tregjeve globale janë sfida që na ndikojnë të gjithëve dhe që kërkojnë prej nesh zgjidhje inovatore dhe gjithëpërfshirëse. Industria e sigurimeve është përballë një sfide të jashtëzakonshme dhe po kështu është përballë zgjedhjeve shumë të vështira. Të njëjtat sfida tha se prekin edhe Shqipërinë, e cila ende nuk e ka përqafuar plotësisht kulturën e sigurimeve, qoftë për banesa, biznese apo mallra, dhe për këtë kërkoi më shumë mbulim. Në rastin e Shqipërisë, pavarësisht përpjekjeve për një mbulim më të mirë me sigurime, ende shumë familje, bizneset vogla mbeten pa mbrojtjen e nevojshme. Dëmi katastrofave të tilla si përmbytjet, zjarret e tërmetet mund të fshin vite pune të mundimshme, duke i lënë ata të pambrojtur. Na duhet të zgjerojmë rrjetet tona të sigurisë për të përfshirë më shumë individ, sektore, lloje rreziqesh. Rama tha se digitalizimi dhe nisma si mikrosigurimet ofrojnë rrugë të reja për përfshirje më të gjerë, ndërsa harmonizimi me standardet e BE-s sipas tij mbetet një objektiv strategjik që po sjell modernizimin e këtij sektori në vend.